20 persona dyshohen për krim financiar, gjëgjësisht se kanë dëmtuar buxhetin e shtetit rreth 4,8 milion euro. Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkon paraburgim për 10 persona dhe masa kujdesi për 10 të tjerë. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se në aksionin e kryer mbrëm deri në orët e vona janë pastisur 16 lokacione. I dyshuari i parë shtetas serb dhe pronar dhe drejtuesi 2 subjekteve juridike së bashku me 2 zyrtar të DAP-it, qendra rajonale Shkup, gjatë vitit 2023 kanë formuar grup me qëllim kryerjen e veprave penale, evazion fiskal, mashtrim financiar, larje parash dhe keq përdorimi detyrës zyrtare. Duke paraqitur të dhëna të pasakta, i dyshuari i parë ka shmangur pagesën e taksës në shumë prej 11.593.403 denarësh. Pronarët dhe menaxherët e dyshuar të tjerë të personave juridik me deklarata të rreme kërkuan, ndërsa punonjësit e dyshuar miratuan rimbursime të pabaza tatimore për personat juridik jo rezident, gjë që shaktoi buxhetit dëm në shumën prej 31.175.168 denar, po ashtu u fsho origjina e parave të fituara përmes veprave penale në një shumë totale prej 91.985.197 denar. Punonjësit e dyshuar të DAP-it, disa prej të cilëve mbanin pozicione të larta drejtuese, i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit të paktën 162.980.076 denar.